Përshëndetje miqtë e mi. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte një sportist i talentuar. Emocionet e forta që jepte fitoria e nxitën të provonte lloje të ndryshme sportesh. Rëshkitje me ski, kanotazh në lumin e Colorados, zhytje dhe lundrime vela pas motoskafit. Dhe në të gjitha këto sporte doli fitues. Megjithatë, ekzistonte ende një fitore që nuk e kishte arritur ende, pavarësisht përpjekjeve të tij të shumta. Por e provoi emocionin e kësaj fitoreje në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Duhet ta pranoj miq. Nga maja më e lartë e Europës mund të shohim një pamje që të lep pa fjalë. Nuk ka asgjë më fantastike se të bësh ski në Alpe. Në rregull. Dëgjoni. Këtu ndodhemi 2400 metra mbi nivelin e detit. Nuk mund të ndjekim asnjë shteg tjetër derisa të mbërrim në rrugën kryesore, që është 900 metra poshtë. Ndaj është e rëndësishme të qëndrojmë sa më pranë njëri tjetrit. Nëse ndahemi është e sigurt që personi i fundit do të marrë shtegun e gabuar, duke u larguar kështu me kilometra nga ne. Ju lutem, të ndiqni personin që keni përpara jush dhe me shumë kujdes të merrni kthesat që unë marr, se këtu po humbe je i mbaruar. Miqtë mi, po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimin më të gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. Këto radiodrama janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 295, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Dhjetë, 11, 12. I kam numëruar 2 herë dhe dikush mungon. Është e sigurt. Shiko, atje poshtë. O Perëndi, ajo ka marrë kthesën e gabuar dhe ndodhet pikërisht në një rrepirë shumë të madhe. A nuk është ajo zona ku 16 adoleshent humbën jetët e tyre? Po, ajo është. Dhe mos harroni gjithashtu që mbrëmra do bor. Ajo nuk më largohet dot vetë prej andej. Duhet të shkoj pasaj, Jean-Jacques. Ti do të drejtosh grupin poshtë pemëve dhe do takohemi në rrugën kryesore. Dëgjoni ju lutem. Ndiqni këtë drejtuesin dhe qëndroni me njëri tjetrin. Mos u alarmoni. Personazhi i historisë sonë të sotme në atë kohë ishte mësues skije në Alpet zviceriane dhe ky ishte një nga sportet e tij të preferuara. Ai kishte lindur në Paris nga një nën franceze dhe një baba amerikan. Ata ishin njohur gjatë luftës së dytë botërore. Gjuha e parë që mësoi ishte frëngjishtja dhe më pas anglishtja. Kështu ndoqi studimet në të dyja shtetet. Kjo i dha atij një pikpamje unike për botën, por ajo që e përndoqi ishte mungesa e sigurisë rreth diçkaje që nuk e kishte. Kjo është dëshmia e vërtetë e Jerry Kajfec, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Shkolla në Francë ishte më e vështirë se shkolla në Amerikë. Kështu unë gjithnjë bija nga mësimet në Francë. Gjyshja ime, e cila ishte edukatore, më mësonte pasuritë e trashëguara të kulturës dhe historisë europiane, ndërkohë që ecnim dhe shikonim vendet historike. Megjithatë, ajo që më tërhiqte më shumë ishte koha që kaloja në Amerikë. Ne jetonim në bregun perëndimor të liçenit Champlain në pjesën e sipërme të New Yorkut. Babai kishte një dyqan rrobash dhe më nxiti të ndiqja vlerat e kulturës hebreje, por nuk e bëra, sepse Zoti më dukej shumë larg dhe shumë i ashpër. Gjatë kohës së universitetit, i mat kishte qenë një sportist i talentuar. Dhe kështu unë mësova sportin e skis. Isha vërtet i Zoti. Një ditë, gjatë kohës së gjimnazit, shkova me shokët për zhytje në liçenin Champlain. Në u bëm dyshe, dhe kur unë dhe shoku im mbaruam zhytjen, dolëm në breg. Kur doli një tjetër zhytës, vumre se ishte pa shokun e tij, i cili ishte në rrezik, dhe unë shkova ta ndihmoja. Nuk marrë të frim. Janë shumë i lodhur. Kam nevojë për ndihmë. Mos ki frikë, po hidhi gurët. Jemi 800 metra larg nga bregu, hidhi gurët, po të them. Jo. Nuk mundem. Po në shoj të thash, hidhi. Më të rishë. Në shoj të thash. Ushmande. Këto gurë janë një pasuri e tërë.
Më të rish. Vetëm më të rish. Ja dola të tërhiqja në breg, ku gjatë gjithë kohës doja vetëm ta godisja me gurët që mbante në duar edhe ta lija aty, por ndjehesha shumë i raskapitur. Ai mbante ato lart edhe bërtiste. Tani jam i pasur, plako. Në gjimnaz fillova të merre me mundje vetëm që të isha në formë. Shoku im më i mirë, Barney, një kampion i dorezës së artë në boks, ishte një mundës gjithashtu. Dhe ne duhet të ndesheshim me njëri tjetrin për të vendosur se kush do e përfaqësonte shkollën tonë në kampionatin e ardhshëm. Gjeri, si shkoi ndeshja sot? Nuk e për ta besuar, babi. Pse? Çfarë ndodhi? Po në të 3 raundet fituam pa u mundur asnjëherë, dhe prapë rezultati mbeti i njëjtë. Po trajneri çfarë bëri? Ai shtoi vetëm 2 raunde me nga 2 minuta. Në krye të 6 minutave? Po, ne ishim shumë të lodhur. Besoj se edhe lëvizjet e njëri tjetrit i keni mësuar përmendsh. Pikërisht. Unë isha një pikë përpara dhe Barney shënoi një tjetër pikë kur Bilbili ra. Ndaj u shtua edhe 1 minutë dhe sërish dolën barazim. Nuk mund ta besoj. Trajneri tha se dikush nga ne duhet të dilte patjetër fitues. Barney donte që unë të fitoja, por trajneri e kuptoi. Ai na la 2 minuta sa të pushonim dhe më pas do të kërkonte shtesë loje në rast barazimi. Do të thënë ai që do shënonte i pari pikën ai do fitonte. Po, unë fitova, por nuk e meritoja. Sepse unë u munda opa. Pasi gjimnazi mbaroi, shoku im Barney shkoi në ushtri ku filloi drogën. Dhe për të shmangur burgull më vetvra. Vdekja e tij më hidhëroi shumë dhe më bëri të kërkoja qëllimin e vërtet të jetës dhe vendin e Perëndis në gjithë këtë tablo. Barney e humbi ndeshjen e tij të fundit. Një verë familja tona u mblodhe në Glenwood Spring të Colorados. Unë doja të shkoja për rafting, por qiellja të ditë ishte i vrenjtur dhe askush nuk mund të shkonte. Kështu që shkova në lumi vetëm dhe bisedova me drejtuesit. Duke qenë se e vetëm po të japim vetëm një kajak. O, mrekulli! Niveli i lumit është më i lartë se zakonisht sepse dëbora ka shkrirë dhe këtë verë kanë rënë shumë shira. Kështu pragjet e lumit do të jenë vërtet të larta. Unë prandaj kam ardhur. Mund të të çojmë në rrjedhën e sipërme nëse ke dëshirë. Ajo pjesë e lumit është më e sigurt. Jo, unë dua pak adrenalin. Ke eksperiencë. Kam kohë që merrem me barka. Në rregull. Do marrim pajisjet dhe kur të jesh gati, mund të nisesh. Gati jam. Nisemi që tani. Lërmë të them se çfarë do të dalë përpara. Djali i keq është pragu më i rrezikshëm që do gjesh. Para se të mbërrish atje, lumi ka një kthes dhe më pas një urë. Ndaj, bëj kujdes. Do të duhet ta mbash ti lundrën. Pas 3 orësh do takohemi tek pjesa ku rrymat bashkohen. Qartë? Qartë, po sa mundësi kam t'ja dal përmes pjesës së përparme të pragut që ju sapo më thatë? Varet sa i Zoti je. Po të thash pra që kam kohë që merrem me barka. Edhe sikur të jesh vërtet i Zoti, mundësit prap janë të pakta. Asnjëherë nuk isha vozitur i vetëm. Por shpesh gjatë stinës së verës kaloja shumë kohë me Timat, dhe ai më kishte mësuar si ti manovroja rrymat e forta. Kështu u lëshova brenda në lum dhe ja dola mban në pragjet më të larta dhe më të shpejta të lumit, që pasueshin më pas nga ujëra të qeta. Por në një moment, nga larg dëgjova zhurmën e një aeroplani reaktiv. Gjatë asaj kohe po i afrohesha pragut të djalit të keq. Zhurma po bëhej gjithnjë më e fortë. U mundova të dilje në breg, por ishte shumë vonë. Lumi më çoi në një kthes të mpret, ku nga të dy anët vinin dallë të forta. Vozita sa munda në mënyrë që të vazhdoja përpara, pavarësisht dallgëve të mëdha që binin mbi mua. Të mbajta kajakun në një pozicion vertikal dhe më në fund e kalova pragun derisa mbërrita në ujërat e qeta. Mbijetova. Ishte fundi i viteve 60 dhe familja jon përjetoi të njëjtat turbullira, ndërkohë që prindrit u divorcuan. Shumë shpejt, ata u martuan sërish me partner të tjerë. Unë kisha filluar të merrja drogë gjatë kohës së fakultetit, kur u njoha me një mormon, dhe duke e ndjekur atë, përfundova duke u bërë pjesë e grupit të tyre, por nuk qëndrova gjatë. Nuk kaloi shumë kohë dhe unë e gjeta veten brenda lëvizjes Epoka e Re në San Francisco. Alo? Babi, jam djali yt kokfort. Jerry, ku ndodhesh? Jam akoma në Haight Ashbury. Je mirë? Shumë mirë. Kam njohur disa muzikantë fantastik. Madje I kam parë edhe gjatë regjistrimeve në studion e tyre. Do kthehesh sërish në fakultet? Jo, ba. Unë jam kundra shkollës. Më duket si ata adoleshentët në televizor që protestojnë kundër luftës. Edhe unë kam qenë kundër luftës, babi.
Madje më kanë arrestuar 2 herë, por vetëm një natë më kanë mbajtur. Më vjen keq bir. Nuk ka pse të vi keq. Ne amerikanët kështu jemi. Luftojmë për të drejtat tona. Gjatë gjithë kohës kërkoja të gjeja një qëllim për jetën, por dyert e burgut më jepnin kuptimin e gabuar. Në çdo lartësi dhe pengesë që më dilte përpara, mendoja se realiteti që kërkoja ishte gjithnjë më pranë. Por zhgënjimet vinin njëra pas tjetrës. Udhëtova në të gjithë SBA-n dhe fitova shumë para duke shitur LSD. Një herë kur po kthehesha në San Francisco, pasi kisha qenë në një festë në Miami, një agent i FBI-s më arrestoi. Me vete kisha 2 qese kokaine, me nga 28 gram. Atëherë, Kjo Gjeri është hera e parë që ti kapesh me kokainë. Na i mendoj se mund të të nxjerrë jashtë. Fola me prokurorin dhe ai do të dërgojë në një shkollë riedukimi. shkollë riedukimi? Po, ndodhet në San Mateo. Po, sa kohë do qëndroj atje? 6 muaj. Po mund të të ndihmoj të dalësh më herët. Jo, mos u lodh. Ti e bëre punën tënde. Gjatë kohës në shkollën e riedukimit, ju mësova adoleshentëve anglisht dhe matematik, dhe kur dola prej andej nuk mora më drogë, por vendosa të njihja të vërtetën. Në fakt, nuk dija nga ta kërkoja. Një ditë një nga shokët e mi të vjetër, antari e epokës së re, erdhi të më takonte. Si e Gjeri? Shumë mirë, po çfarë ka ndodhur plako? Ke prerë flokët, je veshur serioz. On trego një herë. Kam gjetur paqen dhe gëzimin e vërtet, Gjeri. Vërtet? Po ku? Si? Tani jam pjesë e një grupi fetar. Është një besim që vjen nga perëndimi. Ti e gjen veten vetëm kur refuzon atë. Ashtu? Po, ka mësuar se gjërat materiale nuk kanë asnjë vlerë dhe se ato na tërheqin drejt fundit. Duhet të vish ndonjëherë në një nga takimet tona, Gjeri. Pse jo? Ndryshimi te ai ishte kaq i dukshëm sa fillova të shkoja në takimet e tyre. I kisha dhuruar thuajse të gjitha gjërat që kisha në mënyrë që të gjeja të vërtetën. Kështu bashkova me grupin e tyre, duke shkuar në misione. Unë studiova gjuhën indiane dhe misticizmin hebre. Ç'kemi Gjeri? Çfarë po bën? Po perifrazoj dhjatën e re. Pas ke goxha ambicie. Deri ku ke arritur? Jam në fund. Kam 6 muaj që merrem me të. Më le pa fjalë. Dua ta kuptoj këtë njeri, Jezusin. Pse kaq shumë njerëz e ndjekin atë? Sepse ai është mishërimi i hynis. Po, por ka shumë gjëra që unë ende nuk i kuptoj. Po kjo do kohë, miku im. Do kohë. Pas 3 vjetësh e pash që këta njerëz nuk e kuptonin as vetë çfarë bënin. Ndaj u largova dhe u ktheva në Europë, ku familja ime kishte një vilë në French Riviera. Një ditë udhëtova nëpër male dhe parkova në një vend ku mund të shija më shumë se 1600 kilometra larg. E dija se kishte një perëndi, i cili kishte krijuar gjithë këtë bukuri. Megjithatë prap nuk arrija ta gjeja. Mes nesh ekzistonte një mur të cilin nuk e ngjisja dot. Ajo ishte një nga ditët më të trishtueshme të jetës sime. Sporti i skis vazhdonte të ishte pasioni im për më shumë se 20 vjet. Kur po punoja në një qendër spitalore për skiator në Flagstaff të Arizonës, një shok më tha se mund të punoja me një agjenci si drejtues turistësh në të gjithë botën. Duke qenë se dija frëngjisht më përzgjodhen menjëherë. Unë i shita të gjitha, dhe ata më dërguan në Martinique, ku mësova ski në ujë dhe u bëra një zhytës profesionist. Një natë pas zhytjes, vendosa të imposhtja të gjitha frikrat e errësirës. I ktheva kurrizin shokëve. Fika dritën dhe u zhyta në oqean për të ulur në fundin e tij. Imagjinata ime më bëri të lëvizja me shpejtësi drejt zhytësve të tjerë. Kur i tregova një rkutim këtë situatë dhe për stilin e jetesës që kisha bërë, komentet e tij më çuditën. Duket punë interesante, Gjeri. Unë e adhuroj. Ushqimi është fantastik. Po ashtu edhe aktorët dhe modelet që vinë nga e gjithë bota. Temperatura e ujit arrin deri në 28 gradë Celsius. Dhe prap uji mbetet i pastër. Shkoj për zhytje çdo ditë. Po kur do fillosh të bësh një jetë serioze për veten tënde? E pse ta bëj? Po në mënyrë që të kesh një karrierë të suksesshme dhe një jetë të qëndrueshme. Mund të më thuash cila ka qenë eksperienca më emocionuese që ti ke pasur vitin e fundit? Morë një javë pushim në një ishull. Ndërsa unë jetoj në ishull 6 muaj në vit. Pse ta këmbej me një jetë monotone dhe të shkoj në një vend të tillë vetëm për një javë? Ke shumë gjëra në jetë që ke nevojë të rregullosh orbir. Ashtu? E po kako. Nuk e morën në konsiderat këshillën e njerëkutin. Gjatë verës jetoja në ishuj dhe gjatë dimrit në Alpet zviceriane duke bërë ski.
Ngado që i hidhja syt shihja bukurinë e krijimit dhe mbetesha pa fjalë, derisa arrita të ndjeja prezencën e Perëndis, krijuesit, dhe doja ta njihja, por ishte prapa i muri që na pengonte, dhe nuk njihja askënd që të më ndihmonte të isha pranë tij. Më vonë mu desh të shpëtoja skiatorën e humbur duke shkuar në rrëpirën ku ndodhej. Njëherë bisedova me një kolegë rreth kësaj situate. Si ishte skiatorja kur shkove ta shpëtoje? Ishte mirë. Nuk ishte frikë nga rreziku që i kanosej. Me siguri nuk e ka ditur. Të tha si ndodhi që u largua? Edhe tha se kishte frikë mos rrëshqiste mbi personin që kishte përpara saj dhe sapo bëri një hap pas, humbi. U tregova i qartë në fillim kur thash qëndroni pranë njëri tjetrit. Ai rrugnaj duhet shkatruar. Po, unë të kishim vdekur aty. Në fillim të viteve 80 u ktheva në SBA dhe punova me turistët në liçenin Tao. Bëja ski mbi shpate e rrëpira, por në pranverë dëbora shkriu. Më pëlqente të arrija atë që njerëzit e quanin të pamundur. Më pas u shpërngule në Kaliforninë Jugore dhe fillova të punoja si agent shitjesh me një ortak, ku brenda pak muajve fituam shumë para dhe mund të merrnim 6 muaj pushim. Alo? Ç'kemi babi? Gjeri, si e? Mirë. Kam kaluar shumë kohë në kopësht duke lexuar libra filozofik, politik, teologjik. E dia. Ky është djali im i cili theu rekordin në lundrim me vela pas motoskafit, i cili garoi në garat me makina autocross në moshën 17 vjeçare dhe i cili fitoi garat me ski. Nuk jam edhe aq i zoti në gara, babi. Do e gjesh një tjetër sfidë. Nuk besoj. Javën e shkuar një shok më mori në një biplan dhe më tregoi shumë numra akrobatik. Më pas unë i thash se sporti i skis ishte më drithërues. Unë vura një reklam mbi pajisjet e mia të skis për t'i shitur. Një vajzë më telefonoi dhe shumë shpejt ajo dhe miqtë e saj më ftuan në gara që do realizonin. Një mëngjes, kur po qëndroja në një lartësi prej 3600 metrash, fuqia krijuese e Perëndisë në natyrë më mahniti, dhe ajo dëshire zjarrt për të njohur krijuesin e universit më mbërtheu sërish. Kush jam unë? Pse ekzistoj? Si mund ta njoh Perëndin? Ishte një mëngjes pashke dhe papritur ndjeva sikur Zoti po tallej me mua. Je krenar për veten apo je më ndritur? Nga nuk ke qenë. Ke arritur të bësh gjithçka, por a kanë vlerë të gjitha këto pa mua, Jerry? Pas një viti vazhdoja të mos kisha asnjë përgjigje. Nuk punoja më si më parë. Unë kisha një shtëpi, një varg, një fugon, një makinë sportive dhe shumë miq. Të gjitha këto ishin për mua lodra që nuk mund ta mbushnin dot boshllëkun e zemrës sime. E ndjeja mungesën e Perëndisë çdo ditë më shumë. Një fundjavë shëtita gjatë bregut të San Franciscos me motociklet. Dhe më pas shkova në shërbesën e Pashkës që grupi e Epokës së Re organizonte. Muzika dhe fjalët që u thanë për Mesian gjatë shërbesës e shtuan dëshirën time për të njohur Zotin. Mbeta pa fjalë. Në fund, fola me një nga drejtuesit. Si të duk shërbesa sot? Më pëlqeu shumë interpretimi që u bë. Po pjesa ku u fol për ringjalljen? Më bëri të mendoja. Megjithatë, prap dukesh i pavendosur, Gjeri. E di që Zoti ekziston. Kam lexuar shumë libra për ta gjetur atë, por nuk jam afruar as pak. Mund të të them vetëm kaq. Ktheu në shtëpi dhe gjej një kishë të mirë, Gjeri. Kjo ishte shumë zhgënjyese për mua. Isha rritur në një besim hebre, që 13 vjeç respektoja ritualet, të cilat më pas nuk i ndiqja më. Kisha parë katedrale madhështore në Europë dhe isha shumë konfuz në lidhje me numrin e madh të kishave që më rrethonin. Të hënën në orën 10 u ktheva në shtëpi i raskapitur dhe doja vetëm të flija, por isha i vendosur për të gjetur Perëndin. Ndaj rash në gjunjë dhe u luta. I dashur Perëndi, nëse ka vërtet një kishë në të cilën ti do që unë të shkoj, të lutem më drejto tek ajo dhe unë do të shkoj. Ditën tjetër përgatita një filxhan kafeje dhe ula në kopësht për të lexuar. Në orën 10, 12 orë pasi unë isha lutur, dikush trokiti në derën time. 2 gra po qëndronin në derë dhe të dyja mbanin në dorë nga një Bibël. Ato u prezantuan dhe më ftuan të dielën në kishën e tyre të vogël që ndodhej pranë shtëpisë. U thash se do të shkoja. Isha shumë i emocionuar. E dija që Perëndia ishte përgjigjur lutjes sime. Dhe tashmë unë do e njihja atë. Ajo ishte një kishë mirë që fliste për Perëndin, domethënë që të dielën shkova. Bibla është fjala e Perëndisë. Është manuali i jetës. Të gjitha përgjigjet që kërkojmë gjenden në këtë libër.
Letra e dytë drejtuar Timoteut, kapitulli 3, vargu 16 thot: Gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe është i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi. Fjala e Perëndisë është ushqimi ynë i përditshëm. Mos u mbështesni në mua apo te të tjerët që t'ju ushqejnë, sepse në këtë mënyrë keni për të rënë. Bota është e mbushur plot me besime të ndryshme, por ka vetëm një Perëndi dhe vetëm një shpëtimtar. Isaia kapitulli 44 vargu 24 thot: Kështu thot Zoti, shpjegimtari jut, ai që të ka formuar që në barkë të nënës. Unë jam Zoti që kam bërë tërë gjërat, që i vetëm kam shpalosur qiejt dhe kam shtrirë tokën. Ja pra që nuk ka rëndësi sa të suksesshëm jeni në këtë botë. Nëse nuk e njihni atë, jeni të humbur edhe jeta juaj është bosh. Jezusi tha: Çdo bij do të ketë njeriu të fitojë të gjithë botën dhe pastaj të humbas shpirtin e vet. Në të gjithë botën kisha kërkuar për këtë lloj autoriteti shpirtëror. Dhe doja të dija cili ishte burimi. Kur pastori erdhi në shtëpinë time, unë u përpoqja atij lija për shtypje të mira me njohuritë ndërlikuara teologjike që kisha, por u tërhoqa, sepse doja të dija të vërtetën mbi Perëndin. Perëndia është dritë Xheri, por ti nuk mund ta shohësh atë. Askush nuk mundet. Megjithatë Jezusi tha: Kush më ka parë mua, ka parë Atin. Si mund ta kem dhe unë fuqinë e tij, urtësinë e tij? Fillimisht duhet të rilindësh. Jezusi tha: Nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Unë jam munduar të bëj një jetë të mirë, të bindem ligjit, por askush nuk është i përkryer. Ja pse ne festojmë ditën e shlyerjes së fajit. Zoti është i shenjtë edhe standardi i tij është përsosmëria. Si mendon ti? Si mundet një njeri të shkojë në parajs? Duhet të jetë i përkryer. Pikërisht. Për këtë Zoti i mori mëkatet tona në kryq dhe i këmbeu ato me drejtsinë e birit të tij. Jezusi na pajtoi me Perëndinë. Tani po e kuptoj. E beson ti që Zoti dërgoi Jezusin të vdiste për mëkatet e tua? Ja çfarë thot Bibla. Ai që beson në të nuk gjykohet, por ai që nuk beson tashmë është gjykuar, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. Po çfarë duhet të bëj pastor Dorman? Zoti e ka bërë shumë të thjeshtë, Xheri. Pendohu për mëkatet e tua, rrëfe me gojen tënde se je mëkatar dhe se ke nevojë për shpëtimin e tij. Dorëzoju Krishtit, kërkoje atij të të shpëtojë. Atë ditë u luta me gjithë forcën e zemrës dhe të shpirtit tim, duke e vendosur besimin tim në vdekjen e Jezu Krishtit në kryq si shpagimin e vetëm të mëkateve të mia për të qenë i pranuar tek Perëndia. Ai mori vendin tim përgjithmonë. Ishte viti 1983. Nuk kaloi shumë kohë. Dhe unë u pagëzova dhe i kërkova pastorit që të ndaja dëshminë time. Ai kërkoi të më takonte në kishë të premte në mbrëmje dhe unë shkova. Së bashku ne shkuam në San Diego dhe pasi parkuam, u drejtuam drejt një radhe të gjatë njerëzish që prisnin jashtë një teatri. Të mjaftojnë 10 minuta për të ndarë të shtëpinë tënde. Po, por unë mendova se do flisja përpara të krishterëve në kishë. Këta do t'jenë audienca jote tani, Xheri. Tregoju atyre për Jezusin, vlla. U gëlltita dhe unë piva i tëri. Kur fillova të flisja, goja po më mbahej, por nga njëra anë shija jo thjesht një turm njerëzish, por shpirtra të humbur, dhe nga ana tjetër shija birin e Perëndisë të varur në kryq për t'i shpëtuar ata. Fola me shumë pasion si një njeri i cili kishte qenë i dënuar në ferr para se të shpëtohej, dhe u tregova si të gjenin paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit. Atëherë unë pyeta një ungjilltar si mund t'i shërbeja Perëndisë, dhe ai më këshilloi të ndiqja një shkollë biblike. Kështu i harrova të gjitha planet që kisha pasur dhe ndoqja shkollën biblike. U luta shumë për shpëtimin e Timetit dhe të njerë kësime, dhe kur i takova, së bashku pam një nga predikimet e pastorit tim të regjistruar në kaset. Profeti Isaia në kapitullin 53 vargu 6 tha: Ne të gjithë endeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paullësia e të gjithëve. Jezu Krishti pagoi pagën e mëkateve tona. Ai është shlyesi për mëkatet tona dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ato të gjithë botës. Ju duhet vetëm të pendoheni, të largoheni nga mëkatet tuaja dhe të besoni se Jezusi vdiq për ju. Kërkojini atij të vijë në zemrën dhe jetën tuaj. Babi, tani do e pranosh Jezu Krishtin? Po, birë.
Disa vite më pas edhe nëna ime e pranoi Krishtin. Unë nisa një biznes për të plotësuar nevojat e mia financiare, ndërkohë që isha ende në shkollën biblike. Dhe në 1986 u diplomova. Gjatë kohës në shkollë, njoha Gwenin, një studente dhe motër në Krishtin, me të cilën u martova në 1985. Në 1988 mora diplomën e masterit si pastor. Gjeri, u bokoj që nuk të kam parë. Me se e matë? Kam qenë duke shkruar një libër mbi kërkimin e së vërtetës përmes sportit. Me siguri ke shumë histori për të treguar. Tani e kuptoj që çdo situatë në të cilën jam gjendur është e lidhur fort me marrëdhënien që kemi me Perëndin. Për shembull? Si për shembull, skiatorja e cila humbi dhe përfundoi në një rrëpirë dëbore vetëm sepse nuk na ndoqi. Ne duhet të ndjekim Krishtin, përndryshe do të largohemi prej tij. E njëjta gjë ndodhi dhe me Pietrin. Ai e ndoqi Krishtin prej së largu dhe përfundoi duke e refuzuar atë. Kjo është e vërtetë. Gjithashtu edhe Zhytsi që shpëtova. Ai nuk i lëshoi gurët e tij të çmuar. Shpesh edhe të krishterët bëjnë të njëjtën gjë. Te libri i Hebrejve thuhet: "Hidhni tej çdo barr dhe le të rendim me durim në garën që është përpara nesh." Jam akoma duke menduar rreth mësimeve që mora gjatë vozitjes në lumin e Colorados. Mund të kishe humbur jetën atëherë. Por mbijetova, sepse kur kam qenë fëmijë, i madh më mësoi se si të manovroja një bark, dhe në një moment të tillë kritik më kujtua këshilla e tij, që ndroi pa tundur përmes dallgëve. Ke një baba të mirë, Gjeri. Mësimet që marrim kur jemi fëmijë, përveçohen në momentin kur nuk kemi kohë të mendojmë si të rritur. Kjo tingëllon vërtet si këshill. Ngjarja për të cilën jam ende i pasigurt është kur ula në fund të oqeanit me synimin që ta mposhti Afrikën e errësirës, por nuk e arrita. Vëlla, në ato momente nisa të imagjinoja gjëra të mbinatyrshme që vinin drejt meje me dhëmb helmues edhe sy të fryrë. Menjëherë ndeza dritën dhe notova me shpejtësi drejt zhytësve të tjerë. Base kanë qenë demon, Gjeri. Ky është sekreti. Ndizeni dritën e fjalës së Perëndisë. Demonëve u pëlqen errësira dhe janë mbathin nga drita e tij. Sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Pikërisht, në çdo situatë Perëndia ka një mësim për ne. Madje të jesh i sigurt që ke ende shumë mësime për të mësuar në aventura të reja. Në 1992-shin, unë mora doktoraturën. Nuk do mjaftonte koha për të treguar të gjitha aventurat dhe mësimet e Perëndisë, siç ishte lundrimi gjatë një stuhie me një lartësi dallgësh prej 3 metrash në liçenin e Michiganit, apo zhytja në anijet e fundosura në Marathon Key, në Florida, dhe përballja me një peshkaqen të bardhë gjigant. Perëndia më mësoi mësime shpirtërore nga të gjitha këto aventura dhe nga shumë gjëra të tjera. Ai ende po më mëson gjëra të reja si në një raund të dytë loje. Emocioni më i fortë i jetës sime është t'ju flas shpirtrave të humbur për shpëtimtarin, për të vërtetën që i bën ata të lirë. Po ju të dashur dëgjues, a e njihni të vërtetën? E vërteta është kjo. Perëndia të do dhe ka bërë të mundur një rrugë që ti të mund të marrësh faljen dhe jetën e përjetshme në parajs. Tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin 14 dhe në vargun 6 thuhet: Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meja. Ju duhet vetëm të shkoni tek ai me besim, sepse Bibla thot: kushdo që do ta thërras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Nëse dëshironi të dini më shumë, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Faleminderit të gjithëve që na dëgjuat dhe shpresojmë të ftoni edhe miqtë tuaj që na dëgjojnë në programin tonë të herës së ardhshme. Dhe mos harroni të falenderoni drejtuesin e stacionit radiofonik që sjell tek ju të lirë nga prangat. Ndoqët programin me numër 295. Dëgjuat historinë e vërtetë të Jerry Kajfec. Të lirë nga prangat të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.